Përshëndetje, mirë se erdhëm në një tjetër video. Video e sotme do filloj në spital. Të shkojmë tek spitali ku kam lindur sepse i kontrollojmë veshkën djalit, që në Shtatzani njëra veshkë e djalit ishte më e zgjeruar se tjetra dhe kur lindi po ashtu. Kemi bërë 2 kontrolle kur lindi dhe kontrollin kur u bë diku te 7-8 javësh. Dhe veshka akoma nuk është rregulluar. Njëra është më e madhe se tjetra dhe duhet ta mbajmë nën kontroll. Kështu që shkojmë sot. Djali është më i madh dhe veshka duhet të jetë më në funksion të mirë tani sepse ai pin, bën urinën, kështu që ka filluar procesin e saj prej gati tani 3 muaj e gjysmë. Kështu që uroj të marrim lajme të mira sot. Nëse po, të ham edhe mëngjes këtu në spital, se mbaj mend atëherë kur isha tek spitali këtu, o zot ja kushta e dhoma aty. Mbaj mend që kishin gjëra shumë mira për të ngrënë dhe pse spitali. Kështu që mbasi të ham një gjërat e spitalit nani që të kujtohemi si ishte. Spitali dhe unë isha te ajo 1, 2, 3, 4, 5 atje. Te e dhoma atje. Shkojmë. Disa produkte për kur të lindi baby. Qenë fare të rinë në spital, sidomos për gjithë stresit që patëm kur lindi Kiani, por të pakën spitali është shumë i mirë, me mjek shumë të specializuar. Fillimisht që unë nuk e dija, duhet ta zhvesh djalin komplet sepse na duhet pesha dhe gjatësia, dhe unë herë tjetër nuk e dija, nuk më tha njëri. Komplet djalin. Edhe do ta masim. Dhe do ta peshoj. Ajo gruaja atje të regjistrimi ishte në qike në brikosu që unë nuk e kisha peshën me vete, po nuk e din të nani. E peshuam birin, edhe ishte zjatur shumë. Ka lindur me 54 cm, edhe tani ishte 68. 12 cm një rritur më mama. Wow! 12 cm për 3 muaj. Turp, shumë, por i të shumë shpejt. Si qesh. Edhe në pesh pa tjetër kishte shtuar, por ka shtuar shumë edhe në gjatë si shqyqy. Nuk je vetëm i trash, je dhe i gjatë. Nuk ke vetëm dhjan. Ke centimetra. Bravo. Ajo groja atje do me thënë vërtet kur u regjistrova tha ne kemi shumë pak dhoma këtu që të ta mas, me thash ok, po nuk e di, dhe pastaj ajo goca tjetër që i bare matjet ishte shumë e mirë, lojti edhe pak me Kian. Tani po presim te dhoma e pritjes derisa të na rritet emri Kian Eirik. Kian Eirik, çfarë emri të bukur që ka. Kian Eirik. Kian Eirik. Okej, dhe pastaj do shikojmë çfarë do të thotë doktori, kam shpresa që sot do jetë mirë. Inshallah. Dhoma e pritjes, kemi ca piktura në mure dhe në 9:20 e kishim takimin, ora është fix 9:20. Kemi ca revista për fëmijë, kemi Kianin dhe dhoma këtu. Dhe ca informacione për prindrit. Sa po përfunduam takimin, zhurma që po dëgjoni është zhurma që flet Kian. Takimi shkoi shumë mirë. Kishim përmirësime të veshkës, domethënë të legenit të veshkës e quajnë ata, sepse nuk është veshka e madhe, po vendi ku shtrihet veshka. Me tha kuptova. Kishim përmirësime dhe nga grada 2 kemi kaluar në gradën 1. Mirë po akoma nuk është hequr fare, do me thënë 100% ky zgjerimi i legenit të veshkës, nuk e di termin base po ja fut kot, po këtu kështu quhet nirën beken, dhe beken është legeni. Kështu që në prill kemi takimin e radhës dhe nuk ka nevojë të ndërmarrim absolutisht asnjë lloj gjëje, sepse nuk është se është diçka
e rrezikshme apo diçka që duhet kurohet apo diçka që duhet të ndiqet. Domethënë thjesht ta ndjekim për korrektësi derisa të hiqet dhe duhet ta dim që nëse fillon një herë ndonjë infeksion ose ndonjë temperaturë të lartë pa e kuptuar për shembull që nuk i vjen se ka ndonjë vaksinë apo se ka ndonjë grip, thjesht i vjen një temperaturë e menjëhershme, atëherë mbase është pra infeksioni në veshk që ai domethënë problemi që ka tek veshka, problemi do të thotë që për shembull kur Kiani bën urinën, ka një rrezikshmëri të vogël që jo gjithë urina të dalë jashtë, po një pjesë e urinës të kthehet në veshkë. Dhe kjo është si një shkaktuese e ndonjë infeksioni nëse ndodh, dhe prandaj nëse aty fillon një temperaturë e pashpjegueshme, nuk kemi gjëja e parë që duhet të kontrollojmë është të bëjmë analizat e urinës. Mos ka infeksion në urinë dhe pastaj të shikojmë për shembull çfarë mund të ketë gjë tjetër. Normalisht kjo është punë e doktoreshës së fëmijëve, por nëse doktoresha e fëmijëve në atë ditë për shembull është mbyllur, sepse doktoresha e fëmijëve deri në orën 12 punon, atëherë të shkojmë direkt në spital. Njëta rrezikshmëri ka qenë edhe deri tani, mirë po ne deri tani e kemi pasur çunin shqyr zotit mashallah. Kështu që në prill do ta kontrollojmë edhe një herë me shpresën që në prill është hequr komplet dhe nuk kemi më zgjerim të legenit të veshkës. Kështu, nuk është se ishin prognoza më e mirë që prisja, unë prisja që inshallah ishte hequr fare, mirë po nga 8 javë kemi një përmirësim të super dukshëm dhe doktori tha që ashtu siç unë shikoj ky rrezikshmëria është pothuajse 0, por duhet ta keni patjetër në mendje që nëse ndodh që kapni një temperaturë dhe nuk e shpjegoni nga vjen, bëni analizat e urinës. Dhe pastaj nuk e di çfarë do shikojmë infeksionin që mund të ketë dhe kurohet. Kiani në fund u bë pak i grindë, po në fund fare si e mbarovi komplet, sepse i erdhi ora e gjumit. Është që është 7:30 dhe ora 10:30 kur ne mbaruam, tani është 11:20, pra 3 orë zgjuar për një fëmijë aq të vogël sa ai është një kohë shumë e gjatë. Ne në fakt e kishim në 9:20 takimin, pritëm deri në 10, derisa mbaruam 10:20, derisa lam takimin para 10:30, edhe aty para tek pritja ishte ajo zonja që merrte regjistrimet dhe ishte shumë e pasjellshme. Dhe pasi më tha doktori mua lër një takim para dhe unë vajta para. Po prit jashtë dhe thrasim ne. Mua doktori më tha shko direkt aty. Okej, dola unë dhe kur vajta pastaj i thash, më vjen keq, i thashun, po kjo nuk është mënyra se si duhet të flisni me mua. Unë nuk kam nga ta di, mua doktori më tha shko para lër takim. Nuk më tha, jo po aty te dera thot që prisni se do të rriteni. Mirë po, okej, kur jam nga jashtë dhe vi direkt e shikoj aty që thot prisni sa t'ja bëj me shenjë që të vini, po kur unë vi nga brenda, nga doktori juaj që më thot direkt le takimin para, unë nuk mund ta di që ky rregulli aplikohet. Ose jo, aty ne kemi punë mirë, i thashun, patjetër, po aman më thuaj që të lutem mund të presim një minutë se jemi të zëna, në rregull. Po jo ti të më ngresh zërin mua, i thashun, sepse s'kam ardhur këtu për të më ngritur ti zërin. Jo, tha nuk e kisha në atë kuptim. Thashun nuk është fare sjellshme nga ana juaj, thashë shumë jo e sjellshme. Kështu. Ma prishi që këtë rezina jo, po ja thash. Nuk e ula kokën. Kian tani po fle, unë po vdes për bukë, ora 11, kështu që do shkoj te kafja e lagjes, se kam tërë këto ditë që s'kam shkuar, dhe jam shumë sikur që ju kam munguar. Dhe do marr një vestë të skuqur, do marr latte macchiaton tim, do marr kohën time, do pres që djali të zgjohet, do ta ushqej një herë atje, do marr ndonjë ushqim për të gatuar sot. E pastaj do ikim në shtëpi. Në shtëpi në fakt doja të shkurtoja disa pantallona, i nisa 3 copi mbarova, kam edhe 2 të tjera, sepse kam bler gjitha ato pantallona tek Zara. Dhe në fund të drejt
ditën nuk më la Kiani, doja të bëja dje në darkë, por Kiani kruan dhëmbët dhe mbase nga kjo ka jore atin e tit dhe nuk është i qetë. Kështu që dje nuk arrita të bëja asgjë. Sot në mëngjes shkurtova 3 palë. Tani kam të 2 palë dhe t'i bëj kur të shkojmë në shtëpi. Inshallah është në Terezia i të më lej pak të punoj, se kam edhe për të pastruar pak shtëpinë, kam për të bërë gati valigjet për në Maltë, dhe kam për të gatuar, edhe kam për të mbajtur një fëmijë. Nuk e di se kur do t'i bëj gjitha ato, sepse Kian për shembull do momentalisht që unë të shtrem që të flej me atë. E lashe të flinte në krevat, sa u ngrita, 5 minuta, filloi. Nese. Shkojmë të ham njërë buk, t'i marrim gjërat avash dhe me Terezi. Tani që po e vazhdoj ditën, është pothuajse ditën, videon, është ora 5 pa 5. Ne kaluam gjithë ditën bashkë, Kian sot ishte shumë kërkues, prandaj dhe ishte pak e pamundur që të xhiroja. Mbase ishte kërkues sepse ishte shumë, si të thuash, pa shumë në spital edhe ka shumë gjëra për të përpunuar. Kështu që sot ishte gjithë kohës donte vetëm në krah. Zakonisht unë e lej tek stoli e lej tek krevati që ka të që rrotullohet, e lej tek kjo kolovicja, por sot nuk donte asgjë kundi. Edhe e vura në gjumë, sa u ngrita nga divani, kisha 1000 gjëra për të bërë, dhe me thënë fjeti 10 minuta, dhe unë i kisha vendosur telefonin me muzikë zhurmë shiu, edhe mami mori në telefon dhe u zgjua. Pastaj u shtriva dhe unë bashkë me këtë, që ta vija prap në gjumë, e vura, e sa u ngrita, u zgjua. Gjithsesi unë isha shumë produktive, sepse edhe që kjo nuk rrinte për një kohë të gjatë, rrinte 5 minuta diku. Unë shpejt 5 minuta gatova, shkurtova 2 palë pantallona që i kam bler tek Zara, 3 palë i shkurtova në mëngjesit që thash. Pastrova shtëpinë, hoqa zbukurimet e vitit të rinja 2-3 që kishin mbetur, vura robotin të fshinte dhe unë shiva shpejt vetëm disa cepa. Pastaj vesha djalin dhe tani kemi gjysmë ore që po ecim. Besoj do ecë edhe pak, që nga ora 5:30 të jemi në shtëpi. Dhe në orën 6 vjen babi. Sot gatova një tip lazanje që e pash në Instagram, por me mish pule, me copa. Jo me mish të grirë si që jemi mësuar. Dhe me spinaq, dhe me djath ricota, nuk e di se si do shijoj, por duke interesante. Kështu, biri po fle. E kam të sigur që këtu në Krahëro në Kangur fle gjithmonë. Edhe kjo dalja mbas dite më bën mirë edhe mua, mendërisht, psikologjikisht, për të menduar se shikoni sa pamje të bukur që kam. Por edhe këti me ajër të pastër. Sot nuk e kam veshur shumë trash, sepse është 7 gradë, shikoni. Nuk e mbrapsht si 7 zënë. Kjo paltoja nuk ka një rip, dhe unë mendova se do më mbërthehej me Kianin brenda, por jo. Kështu që kam marrë një rip të një paltoje tjetër, sepse nuk doja të vishja palton e madhe, se nuk është aq ftohtë. Edhe Kian më mban ngrohtë këtu para, kështu që Mirëmëngjes. Dita tjetër, djali ishte shumë i qetë gjithë mbas ditën kur u kthyem nga xhiroja. U bë edhe më mirë, sepse mori ajër të pastër dhe fleti pak edhe u qetësua. Në mbrëmje pastaj na erdhi Sara dhe Charlie për vizitë, hëngrëm lazanjën, kishte dalë shumë e mirë. Mbase do ta bëj në një video tjetër, sepse ishte video e parë prove dhe nuk doja të bëja diçka që nuk e dija se si do shijonte. Tani e kam lënë djalin, o zoti i madh, është një ndër herët e para që po shkoj pa djalin deri në supermarket. Më duket sikur po jam në pushime. Gjithmonë kudo djali është me mua.
Dhe Stefani sot ishte në shtëpi. Kështu që ja lash Stefani djalin edhe të shkoj shpejt deri te dyqani drogeri, sepse kanë për të printuar disa gjëra që kanë të bëjnë me dokumentat për lekët për fëmijët, akoma nuk i kemi marrë. Gjermania ka shumë burokraci, me thënë drejtën. Kështu që do printoj dokumentin, do marr një palë me pako me bebelina për Kianin, sepse duam t'i marrim me vete në Malt. Sepse nuk e dim atje a ka djem ose a ka atë modelin e bebelinave që ne përdorim, dhe nuk do kishim qef që në pushime djali t'i skuqet lëkura edhe të merremi me ndonjë reaksion që mund t'i ndodhi nëse përdorim bebelina të reja. Pastaj do shkoj tek një dyqan i rrobave, sepse në Malt nuk është aq ftohtë dhe djali ka xheke shumë të trasha, ka dhe xheke jo shumë të trasha, po i ka të gjitha për shembull që nuk janë kundra ujit, janë kështu si tip cope. Dhe në Malt mund të bjerë shi. Edhe pse do jetë ngrohtë, kështu që nuk mund t'i marr xhupin që e ka me lesh brenda, që është kundra ujit, që e ka për dimër këtu për temperatura minus. Duhet t'i gjej një xhup që është pak më i holl, po që është kundra ujit. Dhe do bëjmë gati dhe valizën për në Malt. Mezi po pres, nesër fluturojmë. Gjëja tjetër që do bëj është libri i shtatzanis. Mungojnë disa foto në fund, do me thënë për shembull disa foto nga lindja, nga ku dëgjon, edhe ka marrë librin me vete. Ta kem parasyve dhe ndërkohë i printoj, i zgjedh foto direkt. Më duhet kjo foto, më duhet kjo foto. Do me thënë, nuk do, mbase dhe nuk do ta përfundoj se nuk dua të jem shumë kohë e ikur, se Stefani aq ka 2 orë kohë dhe do iki në punë dhe dua që 2 orë, okay, 1 orë me djalin, po 1 orë le ta ketë për veten e tij se edhe ai lodhet. Kështu që do printoj sa të kem mundësi. Qëndroni me mua dhe bëjmë edhe gati valizet, çfarë do marr, si do i sistemoj që t'i marr të gjitha gjërat. Shkoj tek DM-ja fillimisht dhe pastaj shohim. Këtu nga fundi e kam Bosch. Shumë muaj 8. Ja, këtu në fund fare e kam Bosch. Këtu. Edhe këtu do shkoj njërë të printoj këto gjëra që më duhen, pastaj shkojmë tek fotot. Tani dokumentin e printova, tani vazhdojmë me fotot. Fotot, të mbaj librin para dhe do shikoj qa foto më duhen. Ja ku janë të gjitha fotot. I bëra të gjitha vlerjet që më duheshin, printova 33 foto, vleva gjërat të fundit që na duhen për Malt, si një pas dëmbësh në një listerin për shumë të vogla, sepse për ndryshe nuk na i marrin në aeroport. Dhe mendova dhe marrë edhe 2-3 snacks që t'i kem nesër për rrugës, se është rruga 2 orë gjysmë dhe ndonjëherë më kap një uri o njerëz, që s'di ç'a t'ju them. Dhe prandaj do marr disa snacks të vogla që thjesht më japin energji shpejt, sheqer edhe kaq. Po ku janë ato snacksa që më pëlqejnë mua tani? Unë marr disa snacks që janë kështu vetëm para. Ha gjeta. Këtu më pëlqejnë. Janë krokante dhe janë vetëm me fara dhe me pak mjalt. Në kashu të ndonjë kare me Edmus. Të tjera sikur i kam provuar njerëz dhe s'm kanë pas pëlqyer. Po të një kështu edhe kjo është shumë mirë. Kaq. Ikim. Gjithë edhe këto rolet e vogla që t'i mbaj në çantë. Për shembull, sa herë që shikoj qime në ndonjë auto, ose në pal pantallona, ishin nga 50 cent. Edhe një dhak të vogël. Leva çdo gjë që më duhej tek dyqani. Këtu. Tani si shtar do shkojmë pak tek Kik. Tek ky dyqan i rrobave. Që të shikoj mos marr ndonjë xheke kundra ujit, kundra shiut, por jo shumë të trash për djalin.
shpresoj të ketë, nuk kam shumë kohë, se dua t'ikim në shtëpi, po besoj që do gjejmë diçka. Tek Kiku nuk gjeta xhaketë ose xhup fare asgjë për bebin, kështu që erdha një herë këtu tek Tako. Dhe të shikoj këtu sepse vetë ta kanë një plot me rroba për fëmijë dhe po shikoj që kanë tek. Të shikoj më do tërë ato që dua unë. Janë të gjitha shumë të ngrohta. Kurse kështu xhup të vockël kemi në shtëpi. Nuk e di, do i gjerin ato që dua, po jo, po nuk e besoj. Oj, që të vockël, kur ka qenë? Janë i kaq. Ikim në shtëpi, pa sukses, nëse do bjerë shi në malë, atëherë do përpiqemi të rim brenda me çadër, ose do t'i shikojmë atje ndonjë xheke. Këtu ishin xheke. Si. Ka makinën tjetër, unë hap derën e BMW-s. Këtu nuk ishin për dimër, Malta ishte 15, 16, 17 gradë, nuk është për dimër, kështu që do i marr ato xheket që kemi. Ikim në shtëpi se u vonuam shumë. Më hajtë më gjes, dhe mbas edhe djalit i hajtë i pje, pa qka se unë ja pompova. Dhe i la Stefani diku të 120 ml qumësht. Mirë, po e kam të sigur që Kiani nuk e pin nga beberoni. Është shumë e vështirë ta gënjesh për momentin. E di shumë mirë çfarë është beberoni dhe çfarë është cici. Kështu që kam diku të 20 minuta jashtë shtëpis, jo shumë, por e shijova njerëz. Gjëja tjetër që do më duhet të shkoj të marr sot para se të shkojmë në mal, është karta e memorjes që kam porositur për kamerën time, sepse dua të marr kamerën me vete që të bëj vlogje. Kamera është shumë e mirë, ma ka bërë Stefani dhuratë për Krishtlindje, kështu që më duhet vetëm karta që të filmoj me atë, të bëj dhe foto. Do përpiqem ta marr dhe dronin me vete, po nuk e di, se besoj do ketë pamje të bukura për të xhiruar. Shikoj. Atëherë po bëj gati valizit. Kjo këtu është valizja ime me rroba, këpucë, do marr edhe një palë këpucë të tjera që do më sillesoj. Dhe pastaj i kam ndarë këto gjërat liquid, i kam marrë të gjitha janë nën limitin për 100 ml. Edhe këtu kam pastaj këto, jo po krem pudra, jo po gjërat e tjera, jo po këto rollat që i mora. Madje kale jashtë. Edhe kam shumë pak vend këtu kam komplet të brendshme. Kam marrë 2 pa rroba banje, një pa drupore, një pa rroba banje, se ndoshta shkojmë në ndonjë wellness. Rrobat e shumit. Një javë njerëz dorim, po një javë është shumë. Se mua më duhen këpucë, më duhen çanta, s'kam asnjë çantë. Të marrë të zezën e madhe, sa ajo më nxjerr shumë gjëra, dhe të marrë ndoshta në një bezh, këtu bezhën e vogël të Michael Kors. Po ku do ta fus? Po marrë me vete këtë ripin. Marrë me vete këtë. Një rip të thjeshtë të zi. Dhe paka shumë barove, këto sneksa do të kenë me vete në çantë. Kam një llak flokësh që nuk më nxorë qesja, kështu që do ta fus te qesja e Stefanit. Tjetër do marr ato që bën onde. Dhe mbas edhe flokët X-Station. Se jo. Dhe pastaj çanta ime është gati. Këtu do fut këpucët. Çanta ime është ready. Okay. Edhe bijou të fota këtu.
Një palë këpucë besh që do me sjellë i Sara. Wow, mos ka futur si një gjaket. Ma gjaketën e lëkurës. Nëse shumë vënd. Gjaketën dhe palton do t'i vesh të dyja. Por gjaketën si për palton. Ok. Valizën tim më pësoj e bëra gati. Do mendoj vetëm të marrë një gjaket. Do marrë palton e zezë të gjatë që do t'a blej sot. Se kam parë një palto të bukur e do t'a blej sot. Do t'ja marrë me vete bebelinën. Këtu kam marrë një palë, kam marrë 3 nga këto, 4 nga këto për të notuar, po që se shkojnë vërtet të ky vendi ku mund të notojmë, po fut të bebelinën këtu. Tu I ka marrë çorape. O, ju nga në tjetër. Çorape, kapele, ja t'ja marrë dhe këtë, se mbas t'i bën kjo. Dhe do marrin edhe disa lojra për Shtefanin, apo për ne për të luajtur atje mbas ditëve kur djali të flej. Ne nuk do flejmë që në orë 7, për dalë nuk dalim dot. Kështu që do shkoj të zgjedh disa lojra, edhe do t'i vendos këtu bazë këtyre. Këto të gjitha janë lojra që dua të marr. Janë shumë dhe janë dhe lojrat, tërë gjërat e mia. Mua më duhet vetëm ndonjë valixhe, kështu gjaket, edhe pallën do e marr me vete. Gjë tjetër nuk kam. Shtefani tani ka të drejtë sepse të dy ne kishim nga një valixhe kështu, edhe nga një çantë krau. Pra Shtefani ka të drejtë të marrë gjëra në 2 çanta krau. Kështu që ka vend sa do doj. Këto që I thonë dezinfektusin do ta marr me vete që ta kemi për në avion, se nuk dihet çfarë prekim atje. Dhe kaq. Kur të kem kohë, të bëj dhe librin që tash. Do sistemojnë që dhomën tani se duhet ta lësh të pingati. Pas me kësa do t'i marr me vete në çantë, do t'i fus që tani. Në çantë që do ta futi një çantë të vockë në ngjyrë pesh. Tani, për rregulloj kuzhinën, të gjitha gjërat këtu I kam gati, do rregulloj kuzhinën tani, dhe që do bëj? Kaq. Sa po të zgjoj djali, duhet I ikë në trier, të blej pallton, të marr kartën e memorie. Arritëm në qytet. Kian është gjysëm gati. Jo tamam gati, për tjetër nuk e kuptoj mirë. Nëse do flej apo jo, le të shpresojmë. Unë sa për erdha në trier, rruga shkolli shumë mirë dhe parkova një çik larg në mënyrë që të ecja pak në kënd, a mos e zëj gjumi këtë. Nëse nuk do e zëj gjumi, do ulem në një kafe, sepse kam pirë sot latte macchiaton tim. Që të shojmë, tu pa, tu bo. E parë do dërgoj postën, këtu tek posta gjermane. Dhe pas të vazhdojmë të gjeken që kërkoja. Mirë po është 9 muaj deri në 1 vjeç. Ja mora edhe pse mund t'jetë e madhe për Kianin, po që se letërin që ke madhe, punë e madhe. Gjeken e bleva dhe madje nga 15 euro ishte me 30%, e mora për 8 euro e pak. Tani më kam betur mendja për një palë tuta këtu tek DM-ja, po që ishin 30 euro. Nuk ma bën zemra, më 30 euro dhe blejnë palë tuta. Muajnë tjetër. Tani dhe shkoj tek New Yorker të marr atë pallton.
Edhe nuk besoj se më duhet gjë tjetër. Zara prapë kishte ulje, po njerëz kam bler mjaftueshëm, nuk më duhet asnjë gjë tjetër. Që kisha gjetur te djalit atë që për të notuar se mbase mund të shkojmë në ndonjë hotel wellnessi, po nuk ja gjeta. Blerjet I bëra tek New Yorkerit, atë pallton që desha e bleva. Ndërkohë, çfarë desha për djalin, atë krahët për të notuar nuk e gjeta. Është një dyqan bejvesh, dhe mendoj që atje mund ta gjej. Do shkoj edhe një atje. Tani do pim kafe, po do shkoj në një dyqan lokal që është jashtë. Se djali fle më mirë jashtë. Kështu që shkoj. Djali u zgjua, unë kam porositur një wafel me banane edhe me çokoladë. E këtu në fakt ishin dy shqiptar kur erdha dhe unë dëgjova që po flisnin shqip dhe direkt I thash mirë dita që keni dhe ju shqiptar. Dhe ata u gëzuan shumë se thanë këtu shqiptarët zakonisht nuk e tregojnë veten. Domethënë kemi shqiptar dhe nuk I njohim dhe mendojmë që janë të huaj, flasin gjermanisht. Edhe domethënë u impresionuan shumë nga kjo gjë, si duket kanë hasur në shumë shqiptar që e kam fshehur identitetin e tyre. Dhe pse kur paguan çajrat e tyre, më paguan dhe mua këtë. Ki janë? Dëgjove? Nuk e di domethënë, ne shqiptarët jemi goxha respektues për njëri tjetrin. Dhe ta mësoj mami këtë, okay? Kuku. Je përqumës? Se ta mbyllja videon, thash t'ju tregoja pallton që bleva, se nuk ja u tregova, edhe I kam bërë gati, si thash vadi centime dhe të kijani. Kijanet mund t'i fuz vetëm këto taliceta xhup, në fakt janë të mëdhaja me thënë drejtën, po s'ka që bëhet humbase, këtë punë madhe. Mjafton mos ta bjerë shiu dhe nga 12 euro e mora për vetëm 8 euro. Kurse papja ime mora 20 euro dhe doja një të zezë, sepse ajo e zeza që kam, sado që t'i shkoj, t'ja heq pushin, mbushet prapë. Kështu që mora këtë, që është e gjatë, e mora masën small, që mos jetë shumë e vogël. Është e gjatë dhe mbërthehet këtu. E t'ja trevat e pasqyra. Ja kështu. Nuk duket aq mirë me veshin që kam tani, por nuk ka rëndësi, këtë ta mbaj jashtë dhe do ta vesh kur të nisemi nesër në mëngjes. Nuk jam e sigurt ç'a do vesh nga poshtë, po mendoja ka një kostum shumë të lezetshëm, bluzë dhe fund. Po besoj që po, ky është fundi, pse jo? Dhe kjo këtu është bluza, trikoja. Kështu që mbase me shumë mundësi do vesh këto, me shumë mundësi, nuk e di. Por do ta shikoj sepse nga që nga këmbë do vesh atletet e bardha dhe këto me këtë pallton e zezë nuk besoj që më shkojnë, të marr edhe një par kustira çizma nuk kam vend, kështu që po që mbushesh ka me qime edhe kjo, sa e bleva. Ta shikoj një, po ashtu e kthej. Si çfarë u bë. Kështu. Atëherë po e mbyll videon, të bëj përgatitjen e fundit ta sistemoj shtëpinë. Do lahem. Shiko, ky model I flokëve kështu me gel. Fantastik. Kam 3 ditën që I kam, ja. S'kan lëvizur fare, vetëm këtu kanë dalë pak qime. Do marr disa lica me flokër, se këtë harova që të kap ndonjë flokët. Normalt. Edhe voilà, gati të gjitha. Jam shumë kurioze ta di se si do bëj djali udhëtimin, a do qaj, sepse do nisem nga shtëpia në orën 4 e mëngjesit, se në 6 niset avioni. Do me thënë në 4 jemi në aeroport, 3:30 do nisemi nga këtu për në Luksemburg. Edhe do t'i prishim gjumin e natës, po mendoj të ta marrim thjesht me pijame, t'i veshim vetëm xhekën edhe kaq. Kështu që të shohim se si
do funksionoj. Gjithsesi do t'ju tregoj tek vlogu i radhës me siguri. Ciao, shihemi në video tjetër.